më të roqi vëmendje një paragraf ku thuhet një burim nga Prekazi tha në orën 7:25 se në moment po dëgjoheshin krisma armësh. Burimet e LDK-s në Skënderaj thanë se pas masakreve të forcave serbe në Likoshan e Qires, fshatarët e Llaushës e të Prekazit do të vetë organizohen në mbrojtje të familjeve dhe të shtëpive të tyre. Pra ky ishte informacion që vinte atë ditë kur sapo nisi epopeja UÇK-s, ajo çfarë ndodhte në Prekaz, pra ishte informacion i siguruar që qytetarët dhe banorët do vetë organizoheshin me armë për të mbrojtur banesat e tyre. Përveç kësaj, Adnan, duhet kaloj pak tek momenti këto 3 ditë. 3 ditë. Ne ndoqëm konferencën e rrallë, videon e pa publikuar të presidentit Rugova, po më tregoni pak, Adnan, si kanë qenë këto 3 ditë për presidentin Rugova dhe për ju? Çfarë mund të zbulojnë, çfarë i ka thënë, gjithçka që nuk dihet dhe nuk është bërë publike? Në ditën kur u pa video që është i 6-ti, kjo video, gjithsesi kjo konferencë është realizuar mbas një takimi që Rugova pat të nesërmë, reagoi grupi kontaktit përmes përfaqësuesve të ambasadave në Beograd dhe vizituan Rugovën. Dhe këtu shquhen, ambasadori Amerikan, ai Gjerman, ambasadori Italian dhe ambasadori Italian tash, Gjerman dhe Amerikan. Zoti Richard Miles, Donelli ka qenë në anglez, Ricardo Sessa, italian, e kështu me radhë. Mas këtij takimit, kur Rugova ngriti, në lartë çështjen e shqetësimit, gjithsesi kërkim ndihmës dhe intervenimit, siç e tha edhe këtu në konferencë, ai vrapoi dhe shkum në zyrë për ta mbajtur këtë konferencë ku për shkak të shikuesve në sqarim të vogël këto kërcimet kanë qenë sepse unë në montazh ja poça për kthimin në anglisht sepse ishte një nërmuje madhe në zyre ku mbante Rugova konferencat për shtyp, sepse e kishte vërshuar, në grupi gazetarëve të huaj tani, shumë të huaj, jo ata të rregull që ishin vazhdimisht dhe në mes të bashkëpunëtorit tij, gjithsesi këshilltarit për informim, zoti Xhemal Mustafa, fatkeqësisht edhe ky i vrarë në mënyrë brutale bile pas çlirimit të Kosovës, dhe në anën tjetër, në anën e djathtë është përkthyesi i tij Hilmi Zogjani, kurse unë atje i ngrirë në këmbë si çdo herë, dhe kjo është kjo atmosferë. Tani, rreth ditëve tjera, ne kemi qenë, online, ti the dhe citove atë dokumentin, produktin e Qikut aty, që thotë se nga burimet nga Prekazi, dhe po flasim për periudhën kur nuk ka pasën rrjete sociale, internet e më the thash, por kam qenë telefona fix, si i themin, telefona jo mobil, që kanë funksionuar. Është shumë interesant edhe në shtëpinë e legendarit Adem Jashari ka funksionuar deri vonë telefoni. Ne jemi dëshmitar dhe kemi fol me Ademin edhe në le të themi ditët para kësaj që ka ndodhur. Pra, një sekondë, se kjo është shumë interesante. Adnan, pra, vetë ju dhe presidenti Rugova keni komunikuar, komunikimi fundi me telefon, kur ka qenë me Adem Jashari? Po. Duhet të qenë shumë të saktë, sepse këto janë gjëra ikonike dhe duhet të fol të vërtetën, se vetëm e vërteta, si me thonë, në amniston për çdo mëkati që mund ta bëjmë me këtë ngjarje hyjnore që ka qenë, që quhet edhe epope dhe ku ta dim. Këtu veprimtarët që kanë punuar me çështje të informimit kryesisht kanë qenë të lidhur dhe kanë komunikuar. Unë personalisht në këtë kohë nuk kam biseduar as Rugova. Biseduar fjala vjen njerëzit që kanë zbuluar këtë komunikim ku i kanë njoftuar që po vinë ordhit mëdha serbe me tankse dhe kanë njoftuar Ademin në telefon dhe Ademi ju ka thonë na qoftë për hajër lufta, do me thonë, fjalët e fundit të Ademit janë këto, që i bie se telefoni ka qenë në një farë mënyrë aktiv deri sa kanë krisë bombat. Dhe këte unë e po e quaj komunikimi si themi të fundit. Kurse këto informacione në kanë ardhur prej njerëzve dhe për rreth që kanë qenë të angazhuar, do me thonë, për informim, që kanë pa ngjarje dhe kanë dëgjuar, pastaj komunikuar në nërmjeveti. Është ky një funksionim që tani duket abstrakt për kohën që ka qenë, por ka funksionuar, se thimi
ke parasysh, domethënë, çështja e misionaritetit të avancimit të çështjes të Kosovës, duke sensibilizuar, duke informuar, ka qenë të secili njeri. Thash, kanë qenë 5.000 njerëz të angazhuar nga institucionet ndryshme në informim. Qendra për informim e Kosovës ka qenë kolektori kryesor, që i ka marrë dhe i ka shpërnda pastaj gjithandej në botë. Një prej tyre ka shkuar edhe në ambasadën e Shqipërisë në Beograd, ka shkuar edhe në ministritë jashtme në Shqipëri, por jo drejt për drejt, se në këtë kohë kishin probleme dhe qarkullim telefonit mes Shqipërisë dhe Kosovës. Këto transmetoheshin nëpërmes të Brukselit, e kem pas zyrën në Bruksel. Domethënë flitet nëse kjo pjesa tjetër jashtë pushkës mund të admirohet, mund të vlerësohet, është puna e informimit dhe e, le të themi, sensibilizimit çështës Kosovës në krye me Ibrahim Rugovën, siç dihet. Dhe këto 3 ditë, se pyetja ishte në këto 3 ditë ka qenë rrëmuje e madhe dhe çdo herë Rugova ka qenë i updateuar, siç thuhet, i furnizuar me informacionet të gjitha që kanë ardhur, edhe pse, domethënë, Prekazi si vend ka qenë i hermetizuar me tankse, me qinda tankse, domethënë, dhe automjetet blenduara për krejt këto që ka dihet, që ka ndodhur pastaj. Adnan, pastaj, kur u morë vesh ajo çfarë kishte ndodhur në Prekaz? Pra, domethënë, kur erdhi lajmi që familja Ashari ishte shuar? Shqipe tani, këto u difte, sepse familja Ashari nuk ka qenë e panjohur, as për Kosovën, as për Rugovën, as për zyrën e Rugovës, dhe tani s'du ta personalizoj emisionin, po megjithatë është epopeja. Unë kam pas një relat personale dhe një afërsi me Ademin, sepse kam qenë mik i shkollës të mesme me te, dhe unë kam mbajt relata edhe personale. Kjo fotografi që është fotografi e ardhur nga Zoti, se unë kam bo me qinda e mia fotografi. Foto që është e vetme, foto që është komandanti legjendar Ademi Ashari, kjo është foto e vetme, Adnan. Kjo foto tani që po jepni është një foto e rrallë që mu ma kanë dhënë disa miq të Ademit dhe pastaj është botuar, domethënë që ma kanë falë, ma kanë dhuru të ditë relatën time me. Pastaj, fotoja që është me Rugovën konferencën për shtyp në Tiranë. Foto që është në Tiranë edhe regjia, foton që janë të gjithë, ndjes edhe unë duhet t'i orientoj pak. Jo, kjo është foto, po. Ajo, kjo foto, domethënë, që se di tani këtu mu në ekran kokat s'po mdalin fort, po... Jo, komandanti, presidenti është i ullur dhe komandanti legjendar është në këmbë, e shohim lart dhe ty t'arrit të shuaj ngjitur me të, po. Ashtu, dhe poshtë këtu është edhe gazetari Bujar Muharremi, ndjeri tani pastaj ka qenë pas edhe gazetar tjerë, ka qenë aty afër edhe Binak Kelmendi, një sipër është Skender Zogaj, Mehmet Kraja, afër komandantit Jamun dhe kjo flamuriata pak që duket fund, kjo është një Farsabedin Krasniqi, Skender Zogaj përfaqësuesi në zyre tjerë. Domethënë këta janë njerëz që kanë ndajt ofër gjatë mbajtjes së një konferencë të vetme. Kjo është konferenca e vetme për shtyp që Rugova mbas një vizite shumë të bujshme në Amerikë dhe Evropë e mbajti në Rinas. Domethënë unë ftova protokolin dhe zyrën tonë dhe i thash nga Roma, ne do vim nesër dhe duam një konferencë për shtyp në aeroport. Dhe porosia ime ishte të merreni edhe gardës, edhe përfaqësuesve tonë me Mehmet Krajës dhe Skender Zogës, merreni Ademin me veti. Ademi ka dalë disa herë në aeroport, por ja që Zoti ka dashur kësaj radhe, unë ja kam dhënë një gardisti aparatin dhe kam thënë bëj disa foto. Dhe këtu janë bërë, domethënë është i vetmi rast ku ka këso foto. Dhe tani unë i kam zhvilluar këto, kur njetë s'kam ditë që i kam këto foto. Çka ka ndodhur? Pas lufte, pas krejt këty në ngjarjeve, domethënë, kur kam marrë dhe kam zhvilluar tani, se e dini teknologjinë që ka qenë në atë kohë, kam pas se kam fotografi dhe tani mor ka rikthu ngjarja. Pra, autori kësaj shkrepje është një gardist i Shqipërisë, që edhe emrin mu t'ja them është emri është i lirë, po që më dolim emri, kurse kjo afër është Fatmir Flamuriata,
Edhe do me thonë kjo është një foto e bomë që është unike me këtë rast në Shqipëri dhe kjo flet do me thonë që ka qenë një komunikim